Në hipodromin modern Gizone, u zhvillua me sukses kampionati i garave kombëtare me kuaj, një aktivitet madhështor që mblodhi pasionant të hipizmit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevos. Kampionati u zhvillua më 4 rande emocionuese, duke dhuruar adrenalin dhe spektakël sportiv për publikun. Në përmbyllje përnder të figurave të hershme të këtij sporti, u organizua dhe gara e veteranëve, i ndërtuar në fshatin Mali i Ushit në bashkinë Vaudeos nga klubi i hipizmit Kalorësit Ilirian, me president zotin Atin Amadeus Doshi. Hipodromi Gizone është ndërruar tashmë në një pikë referimi për zhvillimin e këtij sporti fisnik. Ky aktivitet synon promovimin e hipizmit në Shqipëri dhe rajon, ruajtjen e traditës dhe kulturës, si dhe krijimin e një hapësire bashkimi dhe harmonie për të gjithë dashamirësit e kalit dhe sportit të pastër. Në fakt, garat me kuaj nuk janë thjesht një garë për triumf personal. Ata janë një hapësirë bashkimi, respekti dhe pasioni. Çdo kal, çdo kalorës dhe çdo pronar janë fitues, sepse pas pjesëmarrjes së tyre qëndron sakrifica, përkushtimi dhe dashuria. Fakti që pjesëmarrës nga Tirana, Durrësi, Fieri, Korça, Elbasani, Shkodra, por edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevos u dotuan me kuaj për kilometra të tërë për të qenë pjesë e garës, është dëshmi e gjallë e dashurisë dhe sakrificës për këtë sport. Hipodromi Gizone u mbush me spektatorë nga çdo qytet i Shqipërisë dhe rajonit, duke treguar se hipizmi mbetet një sport fisnik dhe i dashur për komunitetin. Ky kampionat dëshmoi se hipodromi Gizone nuk është vetëm një arenë sportive, por një qendër kulture, tradite dhe bashkimi, ku dashuria për kalin dhe sportin e tij lidhet në një festë të përbashkët.